Një vështrim i shpejt, Eriola, me aq sa mundesh të përcjellësh tani. Po, Nisida, se sa po publikohen, të lutem, duhet të presim vetëm pak minuta. Po, qartë. Mirë, gjithsesi ne jemi live në transmetim, kështu që do të jemi me përditësimin e rezultateve. Ben, jemi në momentin që kanë dalë rezultatet, publikimi i rezultatit elektronik, u vonua shumë, por gjithsesi njësia 10. Qartë. Pritej. Po forcon trendin. Interesante është mënyra që ti jo vetëm kupton trendin, po çfarë kemi humbur që nuk e bëjmë votimin elektronik. Megjithëse edhe shfaqja rezultatit kaq vonë në këtë rast, për ne është një paradoks shumë i madh. Por sot ishin mbyllur votimet. Dhe do kishim edhe kandidatët, edhe gjithçka dhe do merreshim me gjëra të tjera. Mirë, ndërkohë vijon publikimi, sepse morët pak kohë Eriola për të... Që kanë marrë se cili... Okej, shohim. Si pas renditjes që kanë... Ja, të shikojmë, jo, del, të shikojmë. Po. Nuk ka renditjes... Zoti Ilir Ali Mehmeti është më i votuari. Që dalin, si pas kandidatëve që janë... 848 vota në koalicionin e Partisë Demokratike. Po. Totali si pas kandidatëve, si që thamë, 3426, kanë 72 persona kanë zgjedhur, nuk zgjedh kandidat. Dhe Jorita Tabaku është pas Ilir Ali Mehmetit 590 vota, me sa shohim. E prismë. Partia Lëvizja Bashkë, 398 vota total, dhe lista me kandidatët. Lëvizja Bashkë. Total 397 vota. Që kryeson tek Lëvizja Bashkë, të lutem? Nuk e di atë. Nxjerr vetëm pjesën. Lëvizja Bashkë me 95 vota. Janë zgjedh, personat kanë zgjedh subjektin, si kandidat nuk kanë zgjedh 120 persona. E treta në rend është Lëvizja Adheu, me 28 vota total. Kandidat janë 13 që nuk janë zgjedhur. Kalojmë te Partia Koalicioni Euroatlantik, 220 vota për subjektin. Partia Socialiste e Shqipërisë me 5304 vota. Të shohim pak, lutem, kush e kryeson listën në 110? Rion Braçe, në mos gaboj, të lutem ngrihet pak lart kursorin, 624 zoti Braçe. Ervin Hoxha 376. Fatmir Xhafa 1722 vota. Total për kandidat 5209. Nuk kanë zgjedhur kandidat 95. Koalicioni Nisma Shqipëria Bëhet me 319 vota. Janë zgjedhur, nuk zgjedh kandidat 12. Partia Aleanca Kombëtare Shqiptare, 31 vota. Nga këto, 20 janë për kandidat, dhe 11 nuk zgjedhin kandidat.
Partia Aleanca Demokracia e Re, 7 vota. Koalicioni Djathtas për Zhvillim, 97 vota. Nëntëdhjetë që kanë zgjedhur kandidat dhe 5 veta nuk kanë zgjedhur kandidat. Partia Mundësia, 694 vota. Ta shohim pak lutem kush e kryeson këtë listë, më ngadalë. Edison Abazi, 128 vota. Mirë, dakor, Eriola, ne do të vijojmë të ndjekim, sepse janë në detaje tani emrat. Falenderoj për rezultatin e deri tani, do të pasqyrohen të gjitha në grafik, ndërkohë në minutë